O hoxh, jam loth ma. Bën mirë, kthe me t'keq. Bën mirë, kthe me t'keq. Jam loth o hoxh ma. E Allah i dhul gjelal, këtë ajet kuranor, çfarë na tha? Inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allahu nuk ja humb shpërblimin atyre që bëjnë mirë. Çfarë infuzioni na jep Allahu. O njeri, ti që mendon që dikush t'ka harru, ti që mendon se të mirën ta ka shkel dikush, të mirën ta ka përbuz dikush, të mirën ta ka harru dikush, jo mërdhla, mos e humb shpresën, ti përsëri, mos u lodh, përsëri bëj mirë, përsëri ktheja me të mirë, e Allah i dhul gjelal nuk haron. Allahu dhul gjelal e ka regjistru, Allahu dhul gjelal e ka evidentu, ama mendja e njerit është e tillë që çfarë me njerë dorëzohet. Mendja e njerit është e tillë që me njerë ja ke ba për shembull një të mirë di e ne nuk ta abitisa një punë, a ti ma pejmeja ma harrojë numrin tem, fshin numrin tem, blok Facebook, blok emrit, blok numrit. Shit njeri, Allah i dhul gjelal, sa gjuna i bëjna nje? Shif, Allah, sa i mëshirshëm është Allahu dhul gjelal, sa gabime i bëjna brenda ditës, jo brenda mujt dhe brenda vitit, brenda ditës, sa gabime i bëjna Allahu dhul gjelal. Allahu në bën blok neve? Ja. Allahu në fshin numrin neve? Ja. Allahu prap në fal, Allahu prap në mëshiron, Allahu prap në furnizon, Allahu përsëri risku në jep. Ki është Allahu dhul gjelal. Dhe Allahu dhul gjelal, çfarë ne duhet marrë na shembull? Allahu dhul gjelal nuk harron. Allahu dhul gjelal nuk ta humb sevapin, edhe nëse njerëzit nuk ta dinë.